Miq, përshëndetje. Uroj që t'jeni mirë dhe t'ja keni kaluar sa më mirë dhe të kujdeseni për shëndetin tuaj dhe për njerëzit që ju rrethojnë nga afër. Dhe ashtu siç jemi edhe ne këtu me Aleksin që mundohemi të hedhim pak dritë në atë se çka ndodh në rrezullin toksor. Aleks, të përshëndes, faleminderit shumë që je sërish pjesë e kanalit Pisk me tema tuaja mjaft interesante që diskutojmë. Kemi krijuar një lidhje të ngushtë edhe me njerëzit, po e ndjekin videot, ka shumë komente dhe vlerësime për sa i përket asaj se çka thua. Ju falenderoj pra për ftesën e re që më bët. Edhe ndihem i kënaqur domethënë që njerëzit ndihen të kënaqur me atë që trajtojmë në këtë emision. Me sa duket po ndihmohen me ato përgjigje që japim këtu. Edhe kjo është një diçka pozitive. Kjo është për të vlerësuar, që edhe ti e sheh në atë, le të themi, kuadrin e një lidhje ose një miqësie në distancë edhe me ata njerëz që na ndjekin dhe është për të vlerësuar që ka njerëz që e pranojnë atë se çka të tjerët e thonë dhe arrin ta arsyetojnë dhe ta analizojnë veten e tyre. Ajo është, mos i lejmë gjërat në ajër, atë që nisim të shpjegojmë domethënë ta edhe ta argumentojmë, të japim disa drejtime, disa baza që ta kenë ata të qartë në mendjen e tyre domethënë se çfarë bëhet, çfarë është secila nga ato që trajtojmë. Tema që kemi pasur herë në fund, Aleks, për sa i përket pjesës, le të themi, botës errët, me magjit, me ato marrëdhëniet me botën e errët, pra kur shumë po ndjehen të lloj le të themi ngjarje ose lidhje ose histori nga njerëz tonë të afërm, shok, miq që dëgjojmë që kanë pasur shqetësime dhe probleme të tilla. Pse po ndodh, domethënë, pse po ndodh kaq shumë, kaq masivisht kjo gjëja? Po sepse tani janë dy polë të kundërta, siç e kemi edhe theksuar domethënë. Ekziston drita, ekziston dhe errësira. Zakonisht njerëzit preferojnë errësirën. E kanë më të lehtë. E kanë më të lehtë. Domethënë nuk është se e pranojnë kështu me gjakftotësi errësira dhe ajo mua më pëlqen. Ajo tek ajo afrohesh domethënë me plot mënyra. Që kjo botë që punon për atë gjë, ti ofron pasurisht me mjete të ndryshme. Një nga ato është televizori, domethënë që jep direktiva njerëzve. Mendoni kështu, veproni kështu, jetoni kështu, ti jep ato modelet, ato idet. E bëjnë ato emisionet, ato reklamat, ato lukset e mëdha. Pra, të afrojnë më shumë ke kjo bota e errët, thonë ju. Me lidhje me botën e errët. Të vjen e zbukuruar ajo, nuk vjen kështu shablon, vjen domethënë me tantella. Ndoshta të lezeton, të shijon ato momentet e para ose për një kohë, të shijon kjo gjë kur ti bësh pjesë e kësaj bote. Sigurisht, në fillim atë, po se pati atë impakt në fillim ajo nuk mund të ketë vazhdim pastaj. Është si puna e asaj vitrinës që shohim në një dyqan, që e zbukurojnë, e rregullojnë ato aty që në mënyrë që ti të futesh pastaj të kalosh në brendësitë asaj, që të shesi. Po, normalisht. Kështu është e veshur dhe kjo puna e botës së errët, domethënë, nuk do vjen ashtu shablon, është e paketuar me letra të arta, me fjongo, me gjëra. Pastaj kosto është shumë e madhe, më pas momentin që ti e bë pjesë e kësaj vitrinës, e këtyre elementeve kaq të bukura që të shiten. Joshese dhe pastaj kosto është shumë e madhe. Po patjetër që është e madhe. Në fillim të ëmbëlson ajo pastaj. Po që të krijon probleme në vazhdim edhe shikojnë në jetën e tyre të përditshme. Nuk i shkon mirë gjendja familjare, në ambientet e punës, kanë grindje, kanë sherre, keq kuptime, mosmarrveshje, gjitha këto domethënë neve mund t'i quajmë si rastësore, po s'janë fare rastësi. Kanë të bëjnë me këto zgjedhjet e gabuar, me këto karremet, këto joshje që neve bien. Po nëse ne ruhemi nga kjo joshje, a ndodh kjo gjëja pastaj që të kemi grindje, probleme, shqetësime, ngjarje të tilla? Po nëse jemi të kujdesshëm dhe nuk zgjellim këtë anën që na servirin, që kujdeset sistemi ta bëj atë me zell shumë të madh, aty pastaj neve do jemi të çliruar, do të dimë. Sistemi është afër kësaj botës, ëh? Po sistemi për atë punon. Për atë punon sistemi. Bota e errët është e lidhur ngushtë me sistemin, që ta mbaj gjithë njerëzimin në një trysni, domethënë që mos ta çojë kur kokën. Të mendojë në mënyrë të kufizuar, të jetë aty me një vend, mos ta çojë kur kokën, e të mbajë në një nivel domethënë të ulët,
në një nivel biologjik më shumë. Ha, pi, fli, shko puno, merr lekët, silli në shtëpi, domethënë një cikël që s'mbaron kurrë. Edhe ne them pastaj çfarë është kjo jetë, pa kuptim, bardhëzi, po është pikërisht ato ulluqet, ato kallupet që ky sistem na ka futur në bashkëpunim me këtë botën e errët. Po bota ka shumë kuptim, është shumë e vlefshme. Jeta që jetojmë, jeta është liria, gjitha këto janë domethënë dhurata të çmuara që Zoti na ka dhënë. Po neve domethënë bijem si ato peshqit, si ai peshkatari që ullet e karemin, këtë bën ky sistemi me gjithë njerëzimin. Kap dhe të fut me ajo ena e qelqit pastaj. Bota si e konsideron botën ti, Alex? Si është bota për ty? Si e sheh? Është e lumtur? Është e lumtur? Është që ne do t'i marrim asaj? Jo, kjo botë ashtu siç është ndërtuar nuk i marrim, po na merr. Jo, vetë ti do je i kënaqur me botën, me idenë asaj që t'jepi lloj kënaqësie kjo botë, kjo jetë. Shiko, unë kam lidhur jetën time, e kam futur fishin prizën time në tjetër vend. Jam lidhur me tjetër gjë. E kuptoj pra, me lidhjen që ke bërë ti, si e sheh botën? Je i lumtur? Jam i lumtur për sa kam lidhje me Zotin, atëherë jam i lumtur. Ai është lumturia. Këtë botën këtu e komandon djalli. Edhe normalisht, ata që s'kan lidhje me Zotin do kenë lidhje me këtë tjetrin. Edhe nuk do ndihen kur të plotësuar, kur të lumtur. Jeta do jetë nxirr, siç ishi i nxirr dhe ai. Pra, fiks do e dire të kjo, ka njerëz për shembull që janë të mpleksur me këtë lloj botën e errët, që thamë ne, probleme, shqetësime nga më ndryshme, rënje të moralit, shqetësime të ankthit, depresionit, mangthe, shumë ngarkesa negative emocionale. Ne shohim botën ngri, bosh, thon pse s'u mbaron, është pafund, vuajtje, shohim veç errësirë. Po. Në këtë kuadër e kisha. Pra, ti si e sheh ndryshe nga këta? Ose çfarë duhet bëjnë këta që ta shohin, le të themi, ashtu siç e sheh ti? Ashtu siç janë bërë gjithë bashkë po shkojnë drejt një gremine, kthim masiv në origjinë, kthim masiv te krijuesi jon, jo tek armiku jon. Jo tek ai që na do të keqen, por tek ai që na do të mirën. Tek ai që na dha jetën dhe tha jetojeni, por mos më harroni. Nga momenti që neve e harrojmë atë, aty pastaj fillojnë problemet serioze. Edhe kjo gjë filloi që në Zanafill, filloi që te kopshti i Edemit. Po. Që aty ku i pari i njerëzve bëri mosbindjen, edhe u mashtru nga ky këtu. E njëjta histori përsëritet deri më sot e deri në fund ky mohabet do ndodhi. Edhe me përmasa më të mëdha, me gjithmonë sa vjen e shtot, kjo është punë si puna e asaj teorisë Ortekës, që nis si top i vogël bore dhe fillon me kalimin e kohës, duke zbritur, duke ushtuar, edhe do ja japi një bam fund fare. Do ja japi bam, Po do ja japi bam është ajo që përkthehet Armagedoni, lufta e tretë botërore. Lufta e tretë botërore. Është e bashkëmangshme. Keni ke episodi i parë, ndoshta në vazhdim mund ta cekim në episode të tjera. Një nga pyetjet që na ka ardhur, që ka pasur shumë reagime për sa i përket videos fundit që kemi pasur që e zgjatëm pak edhe në këtë hyrjen e kësaj që është shumë e rëndësishme, le të themi, për mendimin tim në çfarë do lloj teme që ne mund flasim në jetë, kjo është ajo lufta ose ajo sfida më e madhe që çdo njeri nga ne ka, apo jo. Si e shohën të paktën? Jeta është sfidë. E gjithë jeta, pra është sfidë, miq thanë, dhe një nga pyetjet është këto lloj shqetësime, këto lloj probleme, këto lloj ngarkesash negative, emocionale, a kanë zgjidhje me psikolog? Duhet të trajtojmë pak për sa i përket rëndësisë së psikologut dhe në gjykimin tim që ka marrë shumë përmasa të mëdha në shtim në numër të psikologëve, jo vetëm botë, por në Shqipëri, bota ka vite që ka kaluar këtë edhe por edhe Shqipëria është futur drejt trendit. Po, trendi, të më thënë, qa vjen anë nga... Pse ndihet ka shumë nevoja për psikologë? Dhe çfarë po bëjnë psikologët sot realisht për të shoqëri? Nuk ndihet nevoja për psikolog, na e ka bërë sistemi, na e ka paraqitur në mënyrë të tillë që të ndihet si nevojë kjo puna e psikologut. Këto modat, këto trendit, siç e the, vinë neve kështu si pako, si ide nga perëndimi. Ande është ku bëhet ajo shpërndarja e ideve të kësaj botës së errët. Perëndimi, jo më kot quhet perëndim, anë perëndon dielli, aty bie errësira. Aty do perëndoj edhe apo s'ka lidhje me atë.
atje, do të thënë, ato e shkaktuan, ata do e hanë të parët kur të vi kjo. Perëndimi le të themi se normalisht në këtë lloj termash, në këtë lloj gjuhë që flitet, pjesa më e madhe është komentim, është në mënyrë krahasimore. Perëndimi le të themi mund të jetë edhe fundi, ndoshta atje do të jetë edhe fundi i botës. Apo s'ka lidhje me këtë? Jo, ato do e shkaktojnë këtë punën e drejt fundit të botës. Fundi i botës. Okej, qëndroj pak ke psikologut. Çfarë mendimi ke për psikologët? Psikologu është një kështu, domethënë, ushtar i sistemit dhe ai. Ushtar i sistemit. Po. Pastër ushtar i sistemit. Janë këta domethënë që të fut sistemin në këto kallupet që të bën kështu ty të kërkosh në një rrugë zgjidhje, edhe të japin këtë punën e këtyreve psikologëve që ata domethënë do ta zgjidhin atë problemin e çrregullimit, e këtyreve mangtheve, e këtyre streseve. Po. Po që realisht nuk zgjidhin asgjë. Shkon atje ai, fillon të bëj ca pyetje kështu ty sikur po të bën zbërthim të psikosintezës tënde, jep ti ca përgjigje atje, thjesht zhvillohet një dialog. Po. Nuk zgjidh asgjë në fund fare. Sepse njeriut problemi nuk i është shkaktuar në thellësitë e tij, nga ana shpirtërore. Aty ka pësuar plagën e madhe njeriu, në shpirt. Edhe këtë gjë nuk e arrin dot psikologu, pavarësisht se ka atë term të gabuar psiko, që është nga fjala greqishe psiki, që do të thotë shpirt, shpirtolog. Domethënë po ta themi tamam në kështu, e zbërthyer. Nuk e cekin fare, domethënë nuk janë në gjendje ata që të kurojnë shpirtin. Janë kot aty, domethënë thjesht është pastër trendi. Ajo është fjala më e saktë. Siç është kjo pjesa tjetër që ka ardhur nga linja kjo tjetra, e jogës. Po, meditimi. Do të kalojmë edhe tek ajo. Po, të ta ezaurojmë edhe pak të kalojmë edhe ke yoga dhe meditimi, se po këto thjesht po ndryshojnë emrat edhe po fusin disa metoda dhe metodologji të paksa më ndryshe që duket si diçka e re, por sikur ke opsione. Po në të njëjtën pikë janë, të gjitha kanë përshtypjen. Një burim kanë. Një rrugë pa dalje kanë shumë gjëra të përbashkëta, thjesht ndryshon metoda. Te psikologu do rish aty ti siç jam ulur unë tani dhe ti je psikologu që do mbosh ato pyetjet më pyetjet çelës, që të më zbulosh çik ato defektet ku i kam, që të më japësh ato zgjidhjen. Kurse ai tjetri man ato qendrime me komat ashtu, fillon bën ato që kanë ato të vazhdueshme vazhdimisht për të qetësuar valët, ato dallgët e vazhdueshme të mendimeve që vijnë pas here. Edhe bën gjë me meditim këtë, edhe aty qetësohen ato gjoja, kupton ti? Është tjetër metodë kjo e sistemit edhe kjo. Po. Që edhe aty nuk ka zgjidhje. Por, a ka njerëz që realisht kanë krijuar shpresë, besim te këta, te psikologët, ata që merren me yoga, që merren me meditim? Ka njerëz. Po ka plot që i kanë zgjedhur këto gjëra si gjëja zgjidhje. Ka njerëz që nuk rrin dot pa shkuar te psikologu, thonë, jam keq do ikë te psikologu se do doja shumë të njihja një person nga ata që shkon me zell të madh tek ta psikologët, edhe të më thotë që vërtet atje gjeta zgjidhjen. Një person doja të dëgjoja, të ma thoshte domethënë këtë gjë. Si, edhe një? Të njihja një person domethënë që shkonte vazhdimisht tek ta psikologët, edhe të më vijë dhe të më thotë që atje vërtet gjeta zgjidhjen. Aty unë u çlirova, aty tani unë ndihem mirë. Po. Pse se beson ti këtë, Alex? Që nuk e bën dot atë gjë ai. Ai psikologu, unë e them shpesh, psikologët kanë nevojë vetë për psikolog. Po, ku shkojnë psikologët vetë? Ata për psikologët. Po ata e kanë saku trurin në burr, thjesht bëjnë atë rolin aty gjëra sikur po të ndihmojnë. Marrën të rrogën e maj me ato lekat që apo të ngarkojnë edhe 1 orë ty e ke kush e di sa lek paguon për 1 orë. Seancë, i quajnë kështu këto seanca të ndara. Edhe në fund fare nuk t'japin asnjë zgjidhje. Ti ke lënë një qerë me lek atje dhe prapë një dije. Krijon varësi. Thjesht do diku të kapesh. Siç e bëri tani në kohën e pandemisë për shembull, zgjidhja është maska thoshin ata. Tani po dëgjoj, po të thonë për lajme domethënë që shiko po vjen virusi i ri, këto tani e kanë mësuar që ajo maska prapë do i shpëtojë. Domethënë ka ngelur kështu si ide. Po nuk të zgjidh gjë. Eto e kanë psikologun në vend maskës tani. Po pse lind kjo nevoja që njerëzit shkojnë te psikologu? Po se tani mblidhet ai dufi aty, ai lëmshi aty, duan diku të shpërthej. Duan diku ta zbërthejnë. Po janë te vendi gabuar, po e them për disa të herë. Nuk të zgjidhin gjë ata. Sepse ato tani ecin me një lloj parimi që kanë studiuar dikur, me ato libra që janë marrë gjatë kohës të trajnimit tyre,
edhe i kanë, domethënë janë të kufizuara, do bësh të pyetjen edhe sipas përgjigjjes që do të japi do bësh të pyetjen tjetër. Domethënë eci me një llogari matematikore më shumë. E kanë një metodologji dhe ato psikologët, pra e dinë se si ta bëjnë atë ekuacionin e tyre. Po. Dhe me një pyetje e dinë se çfarë pak a shumë përgjigje do marrin që të kenë edhe vazhdimsinë e dialogut. Po njeriu është shumë njeriu është shumë ndërlikuar domethënë. Nuk mund të futet në kallupe. Këtu hyn këto psikologët domethënë që veprojnë në formë kallupesh. Kjo bashkë me atë, po nuk është aq e thjeshtë. Ti vetë ke qenë ndonjë psikologu? Po duke patur këto qëndrime s'bëhet fjalë që të shkoj te psikologu, se e di që aty janë unë do i quaj matrapaz ata. Jam matrapaz. Thjesht i marrin lekët njerëzve. Edhe paguajnë në mënyrë të majme, edhe nuk kanë zgjidhje. Domethënë ti je kundër termit si psikolog, pra si profesion, si fushë dhe si praktik, apo je kundër një praktike të caktuar, pra që se ka dhe psikolog, ka psikiatër, ka nga ata që të motivojnë që thjesht të dëgjojnë edhe thonë e bëj këtë, nëse prindërit për shembull kanë ato metode të tjera ose nga ata shprehjet ose nga ato rrugët që t'i japin këta, që thonë që nëse prindërit ty të japin ngarkesë negative, largohu ti nga prindërit që mos kesh ngarkesë negative. Ka gjëra të tilla. Jo, sa thënë ata të largohesh nga prindërit se duken keq pastaj, duken sikur po të përçajnë. E thon. Ka paska ecë? Po, ka ecë, ka shku shumë lart. Ka shku deri atje që edhe ndahuni, ëh? Po, ndahuni edhe gruaja, nëse ti për shembull je me gruan, grua bashkëshortë të bashkë, nëse keni probleme, ndajeni njëri me dhom, tjetri me dhom, vetëm mos keni pas kanë përparu këta që kanë bërë si insekti i Jehovëve. Janë shumë lart, Që ndaj njerëzit. Edhe sot njerëzit kanë gjetur edhe një lloj qetësie shpirtërore, një paqe vetvete duke jetuar. Nuk është paqe, ajo çfarë paqe është ajo. Këto janë ecin me atë. Edhe madje japin shumë të majme atij që i thotë ndau ti nga burri që ti tonin pastër. Ti jeni po shkojnë ngarkesa negative. Shkojnë paguajnë atje që të marrin ide si të shkatërrohet familja, ata ti dhe ne. Ato e kanë shpëtuar familjen. Është domethënë ata idecin që ata kanë gjetë zgjidhjen, ajo është që të ri burri anej, gruaja kënej dhe kalamojt se nga do shkojnë ata aty edhe për çan dhe fëmijë pastaj. Nuk din këtë ashtu. Shembull të bukur po i japin edhe atyreve pastaj me këto metoda që ndjekin. Ato kanë atë parimin bazë, domethënë që nuk ta thon fillim ato që po thu tani ti, pas ka përparu. Ato ecin me atë ide që thon mendo pozitiv, pa. Mendo pozitiv. Kupton tani ti, se si do mendoj tjetri pozitiv ku i ka ato probleme? Po thon mendo pozitiv më shfaq direkt ai Ermal Mamaqi, një aktor shumë i talentuar në Shqipëri, që ka qenë për vitesh dhe këngëtar, ka filluar ai të bëj këtë lloj metode, le të themi, që të ushqej njerëzit, i thonë që mendo pozitiv. Me pozitivitet, ëh? Kur thot ai unë direkt mendoj pozitivisht. Sa e dëgjoj, del video ti thot mendo pozitivisht, filloj mendoj pozitivisht, mund të jem fund greminës gati dukuhet. Edhe unë do mendoj në atë moment. Sa e dëgjoj atë, sa e shoh që thot mendo pozitivisht, më hapet del dielli. Ti nuk shkon më të gremina, merr kthesë 180 gradë. Edhe ai ka filluar sikur e ka ndiej atë që unë e kam shumë nevojshme dhe reagoj direkt momentin që ai thot mendo pozitivisht. Ai bën sa më shumë video të tilla. Me këto sa herë mendoj për me shku atje, del ky shfaqet para si një shpëtim i vërtetë është. Dhe aty gjen zgjidhjen, domethënë se fillon mendon vërtet pozitivisht. Pozitivisht, janë me dhjetra njerëz që shkojnë i bashkohen këtij bërtasin, ulërasin ka tifoz të shumë ndjen entuziastë, euforik. Kanë gjetur veten, ëh? Kanë gjetur veten. Kanë shpëtuar gjithë dhe madje ka dhe kostot janë shumë të larta, madje edhe thjesht një trajnim atë bën me. Po aty synojnë në burtë, ajo pjesë synojnë tani, amon. Te paraja është gjithçka, se nuk po i plas atij tjetri që ta të zgjidhë ty se ai po u shorua, që nuk shorohet me ato lloj mënyra, po u shorua ai s'do ketë më klient. Si puna e doktorit valla. Po ti ishe i shëndetshëm, ai do falimentoj. Po mirë, këtu po thua se po bën thirrje të gabuar, mos shkojmë ke doktori thoni. Tani ka doktora e doktora. Po. Ka doktora human, njerëz po në rastin e psikolog, ka psikolog, se kjo ishte pyetja që bëra pak më parë. Apo ti je komplet kundër pjesës fushës psikologjisë? Ajo, po, jam komplet kundër fushës psikologjisë, po në çdo sektor njeriu në radhë të parë duhet të jetë njeri. Duhet ta doj atë tjetrin, domethënë pastaj të doj profesionin e tij. Nëse mua nuk më intereson të çoft ty mirë, të bëj ty mirë duke përdorur ato dijet e mia dhe profesionin tim, aty pastaj kalon mohabet tjetër, që unë ty po të shfrytëzoj. Nuk dua të ndihmoj realisht. Po të them ato që më duan të them se duhet të mbaj një prallë të caktuar,
që ti të vazhdojsh të hullësh. Pra. Aty ai s'të ndihmon, ai po të shkatron. Edhe ndihmë s'po të jep për atë zgjedhje që ti kërkon, po edhe nga xhepi po të dëmton. Shumica janë të tillë. Pra, ai të bën që ti të krijosh varësi, mos rrish dot pa atë. Se Po, edhe pa të futen atë në kokë pa ajo. lek. Po. Këto bëjnë dhe ato mësuesit e jogave, këto bëjnë dhe psikologët. Futen në kokë ty ato që të krijosh atë varësinë atje dhe të ketë klient përhershëm. Po kush e këto njerëz që bëjnë yoga, për shembull te liçeni ose vende ndryshme, shumë në ambiente ndryshme. Asgjë, ato i kanë thënë vetes se janë përparimtar, po bëjnë gjëra të veçanta, domethënë kuptonin ne po ecim, Po pse ka lind nevoja po imitojmë ata ne. për psikolog, për këta me meditim, me yoga? Pse ka lind nevoja në njerëzi? Nuk është se ka lind nevoja, po thjesht i lançon ky sistemi, kjo bota erët i lançon këto metodat që ti mbajnë njerëzit të zënë. Që këtu do të jeni zgjidhje, thot ai. Nëse se do këtu e ketë kjo këtu, nëse s'do të kjo këtu e ketë kjo këtu. Luan. Të kapi ty, do të kapi ty dy kupa tjetër. Nëse s'kapte kjo këtu, nëse s'kapte psikologjia, do të kapi te yoga. Po s'kapi te yoga, do të kapi te futbollit, tifozlliku atje që shpërthen me ato ulërimet. Po s'kapi atje, do të kapi tek fanatizmi partijak. Do fillosh ti të hynizosh atë kryetarin e partisë. Ky do na zgjidhi problemet. Do të kapi diku. Këto janë gjitha mjetet e sistemit, që është bota errët nga mbrapa. Ka shumë shishe kështu nga ato që po ti pish, fillon e desh pastaj që ti ofron. Sistemi, pra. Po sistemi ajo është. Ky matrix, kjo gjë artificiale që na rrethon. Si mund të ishte zgjidhja për të tërhequr nga kjo dhe çfarë do të bëjnë njerëzit? Një thirrje ndoshta, se përderisa ka qenë edhe koment dhe njerëzit kanë shumë interes, dhe ne e shohim çdo ditë që shumë njerëz shkojnë te psikologu. Thirrja është mos shkoni më te psikologu. Po çfarë të bëjnë? E keni kot. Gjeni njëri tjetrin, po, a do ishte më mirë sikur të kishim një shok të mirë, një mik të mirë se sa një psikolog? 1000 herë më mirë ajo. Më mirë thoj atij shoku domethënë. Më mirë thuaj atij sepse do ai Hiqet e ngarkesën. Nëse se ke edhe shokun, çfarë do të bëj dikush për shembull? Çfarë kujtja e thot atë? Si ta nxjerrë atë ngarkesën negative që ka? Po vetëm edhe fakti që ai ty tani pa ka atë durimin e mirë si shok që është që po të dëgjon, ti po shkarkon ato momente atë gjën e keqe. Pse ke këtë shokun për shembull? Pse ke është problem? Një shoku mirë është kështjell, e vërtet. Pra, edhe kjo se çka po ndodh sot, ne po humbim njëri tjetrin, kjo ka ndikuar më shumë që është rritur, ka përparuar ky trendi i psikologut, jogave, meditimit e shumë ndegëzimeve që po krijojnë ta. Ajo të shiko, tani përpjekja tjetër që bën sistemi është kjo përçarja e lidhjeve të shëndoshta midis njëri tjetrit. Domethënë na ka ftofur, na ka bërë egoista, të mendojmë vetëm secili për përfanisjen e vet. Të kufizojmë ajo bota vogël atje që të kapim ti shiko domethënë ke njerëz të ulur në lokal atje, janë shoqëri 4-5 veta, po ti je çik kështu vozhgues, dhe i vën re domethënë që aty nuk kanë një temë që po trajton, diçka që të shkëmben me njëri tjetrin, mendime të ndryshme, por rinë merren me telefona. Janë fiksuar atje, edhe aty besojnë se do zgjidhin atë, do mbushin atë boshllokun që ndjejnë. Me ato argëtimet që ofrojnë aty, me atë scrolling atë që bëjnë vazhdimisht aty te ekrani. Po nuk është ajo zgjidhja. Ajo është tjetër pllakosje mendore e trurin që të ngarkon akoma më shumë. Edhe tani pranë na i ofron sistemin neve shiko, doli 14, doli 15 max pro, i fusi një emër shtesë ato që duket sikur është diçka më e veçantë kjo. Që ti të mbajnë ai ulluku aty që vazhdon ndiq këto, modat këto të reja, këto që neve po ju servirim. Këto zbukurimet e vitrinës, si po i bëjmë her pas here asaj që godasim mirë në sytë tuaj. E kanë prishur shoqërinë. Nuk du më ja dim njerëzit me njëri tjetrin. Zumet pa unë mirë ty për shembull. Unë jam i mirë se ty. Edhe është e konkurenca idiote e egoizmit, domethënë që shiko, unë jam më i veçantë. Unë jam. Nuk ka unë jam. Nga momenti që the unë jam, e ke ullë nerë çdo gjë. Ajo që duhet thënë është ne jemi, ne. Unë dhe ti, jo unë, s'ka ti. Ne. Po njerëzit nuk e kanë këtë unitet. Edhe këtu futet pastaj prapa ajo që të thash, këto mjetet e sistemit, skuadrat e futbollit, jo po Partizani, jo po Tirana është më e mirë, partitë që e ndryshme që thotë jo po ne kemi plan më të mirë, ne kena program më të bukur, përçarje gjitha ne, përçahen. Kjo që ndodhi në familje që kapën në fillim. Babai kënej, mamaja anej, sepse ashtu tha psikologu, kjo është zgjidhja më e mirë.
Përçarje gjithandej, kudo përçarje. Po e thon ka qesh zgjarje. Po e thon që po ndave ti me burrë grua, po ndap njëri tjetër, njëri me dhom, tjetri me dhom, do jetoni të lumtur për hir të familjes, fëmijëve le të themi. Si do vi ajo lumturia më? Si do ndërtohet ajo? Ne themi shqipja ka atë fjalën ndër të shumë fjalët e bukura që ka atë që thot në një çift quhet bashkëshort, shorti për bashkët. Nga momenti që këto nuk gëzojnë një lidhje të shëndosh, si do i mbajnë peshat dhe problemet e familjes? Po rritja e numrit të divorceve në Shqipëri, si është këtë? Meqense jemi edhe kjo. A janë gjitha këto ndoshta që janë elementë që ndikojnë në rritjen e numrit të divorceve? Apo është edhe kjo prej sistemit? Çdo gjë bën nga sistemi. Çdo gjë. Nuk e do të mirën tonë sistemi. Sidomos familjen pak. Sidomos familjen, sepse familja është qeliza e shoqërisë. Nga një familje shëndosh kemi këto që ne kemi cek edhe herë tjetër, rrjetet sociale, programe televizive, to partit, do festa të ndryshme, ku diun programe ndryshme që to ndikojnë gjitha. Po, sistemi përdor dhe këta njerëzit që quhen influencer, këta që ndikojnë tek opinioni publik. Edhe kur dalin ata tipa tani dhe fillojnë me ato teoritë e tyre, domethënë që shiko se tani un po them një urtësi 700 vjeçare këtu dhe ma merr parasysh atë që po them, edhe ti e zbaton sepse e tha ai apo ajo, aty pastaj ti pa kuptuar i ke vënë minën mirëqenies dhe lumturisë tënde, sepse e tha ajo. Si tha doli njëra aty që ka shumë influencë ajo, delte diela shqiptare ajo atje. Kush e? Ajo që delte diela shqiptare? Si ka ima? Eni Çobani. Po. Eni që ata i përshëndesin gjithë nga Zelanda e Re, nga Afrika. Jo, i përshëndet ajo gjithë shqiptarët në gjithë seprat të botës ajo. A e përshëndesin atë? Po. E përshëndesin dhe ne, inshallah na përshëndet ditën e diel. Po, që domethënë shikoni, vazhdoni ta shikoni këtë emision se shive tha gjithë media shqiptarëve në cepat e botës shohin neve. Po. E zgjidh hallet e shqiptarëve realisht. Po i zgjidh shumë hallet e shqiptarëve. Ajo thjesht bëhet ai spektakli atje, ajo nuk duhet të quhet shihemi në gjyq, ajo do të quhet rrihemi në gjyq. Kupton se aty ofrohet spektakël shqipove. Jo. Kanë qejf se si fillon e Ndjes jeni se s'kam ndjek më. Unë nuk e shoh atë sepse dihesh një falsifitet i gjallë atje. Pse ti mendon se është një skenu me gjithë aty? Ato po nuk uzin aty atje nuk ka emisioni sukses. Nuk ka klikime. Është një formë tjetër Big Brotheri atje. Kupton? Po trajtohet në formë tjetër. Thjesht ajo bën atë rolin e asaj të avokatës së madhe. Ajo nuk është si thot njerëzve që zgjoni ju me njëri tjetrin. Jo, nuk e thot. Po e nxit atë pjesë. Ato pyetjet që bën, do të them se do futemi. Ke pjesa e pyetjeve thoni? Po si e mendon ti këtë zonja Baqifete? Bedrie, domethënë, edhe a dy mënyra se si ato pyetje që bën ajo, di se çfarë përgjigje do japi ajo, që ta cerohet ky krau tjetër këthe, edhe del ai pastaj ose ajo, del nga kafazi atje, tjetri pastaj do heqë rrypin aty, do bëjë Skënderbeun, edhe fillon ajo spektakli pastaj, kupton? Edhe aty fiton klikime këto, fiton shikueshmëri. I ke gjithë përqendruar te ai emision. Edhe aty fitoi ajo pastaj. Edhe kishte dalur kjo pash një video atje në TikTok. E përdor TikTokun. Je kundër je kundër mbylljes TikTokut? Jo, s'jam fare kundër mbylljes TikTokut. Je pro. Po pse po duam ta mbyllësh? Jo, pritje, jam kundra mbylljes, po. Kundra mbylljes po pra. Kështu e thash, okay. Kundër mbylljes. Pse je kundër? Dhe pse mendon ti si po mbyllën? Se më shmike nga jeni. Aha. Pas do kthehemi pak ke shihen e gjyq. Po zero. Jo, nuk harroj se kemi shumë. Edhe po tani jam kundra sepse ai nuk e shikoj si zgjidhje. Do më thënë, na do aq mirë qeveriu neve, na do aq shumë. Ai që nuk e zën gjumi, që theti nga që punon shumë, sa që mendoj si mjet ndalimi i shthurjes së rinis, TikTokun tani. Kupton tani? Po e ka vetëm atë. Nuk e ka as me Instagramin, nuk e ka as me YouTubein, nuk e ka as me Facebookun. As me Enin, se edhe as me Enin, se edhe keq si po thonë me këto, po. Nuk e ka fare me këto. As me këto partit që bëjnë këta që thonë unë jam laci lagjes, droga më shkon ose me këngët e me këto. Edhe pistoletën e kam në te jastiku kravatit këtu, as me ata që japin mesazhe të tilla që të bëjnë cowboys të rinë sot. E ka vetëm me TikTokun. Sepse aty po shikojnë që njerëzit po shkëmbejnë shumë mendime, po hidhen shumë ide.
edhe nuk duan domethënë që të krijohet ajo orteka që do shërbej që ti bik tit pastaj, asaj që ky do të sjelli pastaj do po shkon për mandat 4 ky tani, Po. apo për 5, 4. Kena harru, po diku. Kena humb numrin. Po. Aq kështu domethënë sultani shikon veten, edhe shikon si rrezik atë. E shes si rrezik prandaj nuk është se ka Jo për të mirën tonë, apo për të mirën tonë, komunitetit, ndoshta po apo për Edhe ajo mund të na e thoni, le t'i themi njerëzve se për çfarë po e mbyll sultani Edi Rama TikTokun, pse do të na heqë TikTokun, dhe si e shihni ju këtë vendim tin, se tashmë është vendim i qendrim, nuk është më është vendim, por s'po e arrin dot ta mbylli shkres. Ti e ke hap akoma do. Unë kam hap, pastaj është ajo shpreha që shteti bën ligje, populli gjen shtigje domethënë. Kështu që çoj kur doja dali tani. Më qendro pak te Eni Çobani kur sheh këto videot pra ku ishin në rrjetet sociale. Kishte bërë një video tani së fundi atje dhe thoshte që shiko tha, gruaja duhet të jetë e pavarur ekonomikisht nga burri, duhet të ketë Çobani, bëhet thirrje. Duhet të dali dhe të punojë, të ndërtojë atë ekonominë e vet, që mos jetë e varur nga burri, domethënë, që të jetë zonja e vetes. Ku ka lexuar, ku e ka vërtetuar, si mund të arrijë një njeri domethënë, influencer. Kjo që merret me këto ligjet, me këto gjërat, ajo ka shkuar kush e di sa nene ka shkuar, ka kundërshtuar me këtë që po thotë, se ai po i fut minën familjes me këtë që po thotë. Po prish balancën e familjes. Sepse aty domethënë çfarë po bën kjo? Po fut një konkurrencë brenda çiftit. Jam unë i pari, s'kam nevojë për ty sepse kam nuk të pyes fare sepse aty fillon çdo gjë, ajo pavarësi ekonomike. Nuk thoshte atje për shembull që gruaja duhet shikoj mos dalë nga roli i saj madhor që ka, që është të jetë një bashkëshortë e mirë, të jetë një nënë e mirë, sepse ajo është një super punë, super e mondimshme, që vetëm aty po ty përkushtohet, ajo nuk i mjafton, i duhet shumë fuqi. Më shumë punon gruaja se sa burri. Po kjo çfarë thoshte tani? Kjo të dali dhe gruaja nga shtëpia, të bëj karrierë, ajo karriera e famshme e grave, që nisi me lëvizje feministe, që e financonte Sorosi, që të dali gruaja nga shtëpia, që të taksohet edhe gruaja, mos të taksohen vetëm burrat. Plan, prap, sistemi, qëllimisht. Dëgjoni me vëmendje Aleksin. S'ka lidhje liria këtu, liria e grave të drejtave. Kush e ka mohu të drejtën grave më valla? Kush i ka thënë mos dali me shoqet e të pi kafe valla? Po si e paraqesin atë lirinë, një liri e abuzimi realisht. Kupton që të dali komplet shthuret. Ato mesazhe po kalon te aty. Edhe aty domethënë thashëm çfarë duke bërë kjo mëlla? Pse ka që ka atë ndikimin, atë influencën, domethënë kjo tani po kalon ato mesazhe të tilla. Po e shkatëronte familjen fare. Nuk po thoshte atje shikoj që ta respektosh burrin, edhe po pati ai kapriço të kesh atë durimin që ta zbushësh me mënyrën tënde. Se femra mahet më shumë për botën emocionale, ka më shumë zemër. Kurse burri ecën më shumë me tru, femra ecën me zemër. Prandaj duhet të jenë të dy bashkë që të plotësojnë njëri tjetrin. Kjo thoshte shiko se ti duhet dalësh veç që ti je e pavarur. Pritet valla çfarë tu thon? Kush e hoqi pavarësinë asaj tjetër? Domethënë ai me stil po thoshte mos pirë fare për burrin, sepse tek e fundit mund të bëhesh ti burri i shtëpisë, që ta shtypësh atë atje, të duket ai si grua pastaj. A jemi sot në këtë pikë? Edhe sistemi ka arritur goxha këtë pjesë. Ka arritur, a jemi sot? Ka dhënë ai shumë të drejta, pa lidhje të drejta. Kush e ka mohuar të drejtat? Po janë të drejta. Këto duhet edhe si ofenduese, duhet kërkuar të drejtat, ndërkohë që edhe po kur ti kundërshtosh këto që janë domethënë si abuzime realisht, do thotë jo se ti je kundër të drejtave sepse na do neve se ju shikoni gratë si skllave që t'ju shërbejmë juve. Kush e ka thënë këtë më vëlla? Neve mashkulli, një burr, gruan e tij e ka mbretresh alla. Nuk i shikon kurrë si skllave, domethënë pse ka kaluar kjo opinion i gabuar, domethënë që burri po shfrytëzon gruan. Domethënë kësaj pjese po i mshojnë, edhe po i fusin një konflikt njerëzit, këto çiftet me njëri tjetrin. Edhe dalin këto divorcet që thati çfarë që po shtohen. Se ja mushin me budalliqe valla. Pak do ajo, i mbushet ajo atje dhe fluturon. Si ajo tjetra që thoshte atje prapë te Eni. Do dalun pi kafe thot me shoqnin time për kokrën e qefit se çfarë thoshte atje. Me çontën krah, e piça. Po dëgjoj. Arrogancë kardinalesh kishte ajo aty? Jo, domethënë është e vërtet kjo Aleksi, po ta shohësh, po ti lidhni pak gjërat miq për gjithë ato se çka ndodhin realisht në Shqipëri për shkak të këtyre influencave, media tjetër. Ato ishin po ti shohësh, ata njerëz, ai çifti aty ishin çift vuajt. Çift që i përkasin një zonë le të themi periferike, jo në Tiranë ku jeton zonja Eni dhe
ku e ka zhvendosur jetën e saj, ku ndërvepron. Edhe këta luajnë pak le të themi me mendësinë intelektuale të njerëzve, pa i paragjykuar edhe njerëz që janë shumë të nderuar, të respektuar, të vlerësuar për punën dhe gjërat që bëjnë. Këto po e përdorin dhe keq përdorin historinë, ngjarjen e tyre, që mund të ketë qenë diçka shumë e vogël që mund të na ndodhë çdo kujt nga ne, një keq kuptim. Thjesht nuk po gjehet gjuha që të krijohet dialogu. Këto tani kjo shkon fut spica më keq, domethënë, Pse nuk për ta ngarkuar ajo që theti që gjen formën me tek pyetje për t'i ngatruar se e di se çfarë si nuk nisën reagoj. mirë edhe spektakël atje. Dhe ajo familja i çifti janë akoma sot me probleme. Ashtu. Vetëm për një emision. Jo se kanë parë që kanë shkuar te ky frut, ky çift bashkëshortësh, ka shtrydh zonja Jeni, ka shtrydh një televizion tjetër, ka shtrydh një media tjetër, ka shkuar gjithë dhe kanë bërë këtë familjen e këtyre kanë bërë fortele. Nuk janë më familje ato. Po ti shohësh kanë ngarkesa shumë emocionesh negative. Po. Si një thot shumë pse ashtu tani këto komente gjëra, dhe aq është ne jemi dobët. Njerëzit, ne jemi dobët. Në këto vendet e ndryshme që ka shkuar kjo familje, ato vendet e ndryshme kanë luajtur në një farë mënyrë atë rolin e psikologut, domethënë, ato që do t'japin zgjidhje problemit, konfliktit. Po. Edhe megjithatë, aty i ke. Edhe pavarësisht atij nivelit që kishte ky çifti, kjo kokra qefi që thoshte, pavarësisht asaj, e megjithatë kaluan ato idet e këtyreve, edhe ajo filloi tu bë gjeli në vend se ishte. E vërtet pra. Kaloi prapë ajo gjë. Këtë gjë po bëjnë ato aty domethënë. Por deri diku unë qyt pafajshme zonjën, ajo për kokrën e qefit. Se është e vuajtur, është etj, por ka dominuar mendimi i saj, psikologës, siç është influencerja në fjalë. Në fjalë që po thonë. Pra, deri diku këto janë ato psikologët sot. Pra, tani shumë gra i ka bë për vetë ajo, siç tha ai tjetri, ai legjenda, ai atje tha që i tha, ju zonja Jeni tha, kush legjend? Ai me këtë që do them do kuptosh ku ishte se më emrin tani. Që tha jeni kthyer në buroj të padeportueshme të femrave. U zgjodhi të them një fjalë kësaj se thotë do ja them Enit. Ai më legjenda për çfarë ishte. Që tha erdhi nga xhungla që jetojnë gjithë me i dhe këtu. Nuk e di sa që shoh atë marroj. Ki hakrret asaj direkt. Ashtu ai ishte shumë i logjikshëm, ishte shumë njeri papam. Ishte domethënë i kishte mendime të qarta dhe ai. Edhe kjo tani, kjo që thot 1-2 na e bën me të madhe atë si flamur, ligji thoshte, kjo ligj zbatuesja e madhe. Ku ishte kjo gjatë kohës pandemisë që na rrasën në përshpira, na burgosën me na futën në përshpira aty mos lëvizni. Nuk fletaj për interes për ty, për tjerë. Ku ishte kjo dhe na thoshte sa ne u shkelën gjatë asaj periudhe atje ku na futën si zogj nëpër kafaze. Ku ishte shkelja që bën njerëzit edhe ne apo ishte alarm, ishte kështu situatë urgjente ajo do thuash, ë? Atje? Edhe u shkelën lirit. Sado urgjente të jetë një situatë nuk mund të shkelet liria jote. Ktu do të kishim çoshin neve një mesazh për çku me ble bukë valla. Aty është katastrofë fare. Edhe ç'a bën tani këta? Si duhet. Ç'a bën tani këta? Shkonte ardite dhe i bite me organove të atyreve atje që mos dilni nga shtëpia juve se do ja usjedhim neve. Po, që shkonin çdo lagje. Do ju kënojmë poshtë balkonit neve dhe dilte nona aty ja bote kështu, po kapte vetëm atë që ishte kështu pozitive, se na një tjetër që i lçote në ai vazo aty atë zë kapte. Se kishte edhe nga të tillë. Kupton aty kaloi një trysni frike domethënë. Edhe kjo që na reklamon ato ligjet e famshme, aty nuk u duk fare kjo. Tani na doli prap tani, bën atë fryrjen aty del kështu, me ato makiazhet ku dëgjon sa lek argjon. Edhe tani po na tregon për ligje. Edhe nuk zgjidhet asgjë. Thjesht fusin sherr njerëzit aty ku mblidhen. Prandaj mje kishin thënë ato çunat, rrihemi në gjyq, është jemi në gjyq. Spektakël e burr, spektakël. Thjesht e ketë teleshikueshmëri kanali atje, kush e di sa koordinon njëkohësisht për të pa ato aty. Edhe ja kput ky tjetri pasaj. Telebingo thot ky tjetri. Këni u mbyllën qendrat e bastave. Kurse atje kumari na që ka e ligjshëm atje, shive tha, do keni këtë makinën këtu në sfond që do e fitoni. Del ajo shala aty që tundet me një paca që i duken vetëm dhëmbët atje, shive tha. Ato po luajnë me trurin e njerëzve valla. Kupton? Ka shumë shqiptarë që marrin telebingo. Çfarë kuptimi ka që u mbyllën pikat e bastave, ndërkohë që ti njerëzit i ketë përqendruar atje, se kanë hull atë flet, kanë bë atë
faturën aty kanë plotsuar atë kur t'i bie numri tyre shorti. Prap i mbajnë prap tek ajo idea e kumarllokut. Aty po lyn bixhos prap. Hajde por tani. Po mirë, këte kanë probleme, vim shihem në gjyq, nga këtu pastaj kalon direkt rubrika, sikur nuk lidhen me njëra tjetrën, si ideologji. Po nuk lidhen në burë, se s'ka lidhje, ajo thjesht janë, ore luajnë me njerëzit i marrin. Nga çfarë hallën njerëzve, shihem në gjyq, le ta marrim si të mirëqen atë, kalon direkt për t'i ha probleme me njerëzve me telebingo me bixhoz do. Po, ju kemi këtu që po na shikoni, tha, po ja u kalojmë tek të tjetrën se ashtu ju jeni mësuar juve, atë doni atë po ju japim. Unë sa herë i them disave atje, i them ore kur i shoh rrugës to vajzat që ato s'kan faj, ata rrogën e tyre duan. Po. Që presin këta njerëzit që plotësojnë ato faturat, biletat. I them, ore, po ky është kumar që jeni duke bërë, jeni duke luajtur bixhos tani thashun. S'ka kuptim që janë mbyllur dhe ndërkohë që ju jeni duke luajtur tani. Jo nëpër qendra, jeni duke luajtur bixhos mes rrugës. Hapur fare. Ikre ti çpun ke ti shif punën tate. Ai reagimi i bërë harbut direkt. Unë po nisem për të mirën tënde. Po s'kupton, jetë fol gjuhë huaj. Po jetë fol gjuhë. Nëse, hajde bëm. Se kupton gjuhën. Alex, një ndër tjerë, sa kemi shumë tema, vetëm keni durim na ndisni dhe për çdo lloj mendimi, komenti, kurështje, kurioziteti që doni, dini, ju lutem na kontaktoni, na shkruani që të kemi njëri tjetrin, të japim dhe të marrim të krijojmë një marrëdhënie në distancë, pse jo, nëse do doni të jeni pjesë edhe e këtij podcasti që kemi me Aleksin, pse jo, nëse është dikush tjetër që ka një horizont tjetër ose që është mbështetës i kësaj linje që ne po flasim, të vërtetës, se kjo është linjë e vërtetë. Gjithmonë. E dashuroj të vërtetë. Hajdeni, jeni të mirëpritur siç është edhe Aleksi. Ne kemi thënë në episodin e parë se si ka qenë njohja jonë, kështu që bashkohuni me të vërtetën. Aleks, duhet të kaloj pak edhe tek ajo, që është e vërtetë që shqiptar, shumë prej shqiptarëve nuk e nisin dot ditën pa dëgjuar të vërtetën nga ekranet medias shqiptare, horoskopin e kam fjalën. Jo vetëm ekranet, revista, gazeta. Gjithandaj, po nëse ka pak trendi i revistave dhe gazetave, për shkak se njerëzit shohin telefon. Okej, te portale në telefon, nuk e nisin ditën pa lexuar horoskopin. Çfarë mendimi ke për horoskopin? Si e konsideron? Një tjetër gënjeshtër, një tjetër rren, një tjetër mbaj njerëzit të takuar me shpresa të rreme atje se kanë nevojë që të gjëra diku të kapen, diku të mbështeten, diku të besojnë. Këto janë gjitha pasojat kur njeriu shkëputet nga Zoti. Vjen ai tjetri dhe të ofron ty gjithë pazarin, gjithë tregun e vet, gjithë këto broçkulla që ti mbajnë njerëzit me shpresa të rreme. Gjithë po njëta linjë pra, por thjesht i ka vendosur një emër tjetër, thjesht ka një emër tjetër. Po të kapi këtu, të kap këtu. Ti ke atë kureshtin, ai të kapte ajo kureshti atje. Po të kapi këtë gjithë. Po të kapi këtë gjithë. Po tani aty po të kapit, s'besoj se të kapte të gjitha, prandaj ka njerëz si ka kap këtë gjitha këto thonë që po s'besoj që është një për shembull fanci i partisë, ti edhe fanci i një skuadre, ti edhe fanci i jogës, ti edhe fanci i psikologjisë. Këto opsione ekzistojnë për të kapur diku ai, sepse njerëzit janë në kategori të ndryshme. Ky priret më shumë në ideologjira, ka partit. Ky priret më shumë te ajo shpërthimi, shkote skuadra ai. Ky priret më shumë se çfarë do ndodhi nesër pas nesër. Ka pa horoskopin ai. Ky tjetri hapte meditimi ai që shikon do kem paqe, energjia universale, ja bën kështu ai pastaj me ato komët. Kjo e për horoskopit, një nga ato opsione që të ofron ai. Ai tjetri, nëpërmjet sistemit. Po ti s'beson ke këto jo po si dia tema, se është. Jam jashtë fare kësaj gjë. S'ka i thojë me fjalët tua. Kjo që është retrograd dhe ku diun se ngatrojnë ascendentia, trascendentia. Jo, siç kanë sa terma gjë. Jo, edhe me fjalët luajnë. E ke dëgjuar tash për luan me fjalët. Edhe kjo luan me fjalët apo është hëna plotë gjëra të tilla ku diun se ngatrojnë. Po, jo, Saturni, Marsi, Jupiteri. Jo, hëna plot ka një diçka në fakt këtu. Kur është hënë plot, është ajo nata që këta magjistratët e preferojnë më shumë kur është hëna e plot. Aty ato zhvillojnë ato ritualet e tyre nëpër pyje, nëpër vende të kështu shkreta. Gjithmonë kur është hëna e plot. Po nuk e di ai lidhen ata ashtu, se edhe magjia bestytni është tek e fundit. Jo vetëm bestytni, po edhe bestytni është. Domethënë që po ishte ajo ashtu, është një portal i hapur që pastaj kalojnë këto frymrat.
Nëse varja, horoskopi është mashtrim i gjallë. Nëse varja, do të trajtojmë herë tjetër. Jo varja, s'ka Po se po varja. hapemi shumë fakte Po pra, po qëndrojmë ke horoskopi një herë. nga që jemi te horoskopi. Se kemi disa tema tjera, po do t'i lëmë edhe në vazhdim. Kështu që na mirë kuptoni se nuk duam që të bëjmë dhe të lodhshëm edhe njerëzit të marrin sa më shumë nga kjo që flasim, se po folëm shumë pastaj edhe Po prandaj po I cek nga pak domethënë që të marr një ide nga të tëra, se tani po qëndrum prapë te magjia se e trajtuam dhe herën e kaluar. Po trajtuam, por do të trajtojmë edhe në forma tjera më vonë, në vazhdim. Ajo nuk u konsumua prapë domethënë, se ishte më e gjerë, se është ndërlikuar kjo botë e kësaj pjese domethënë. Edhe horoskopi është ndërlikuar tani. Këta tani thonë aty lëvizja e yjeve thotë. Po, lëvizja e yjeve. Lëvizja e yjeve. Po ti pyeshësh këto që na e trajtojnë sikur e zotrojnë këtë temë. Si lëvizja e yjeve? Kë quhen yjet ti? Ti thosh asaj. Sipas shkencës, yjet quhen djejt. Dielli, në shumicën djejt. Ky që kemi neve në sistemin tonë diellor është më I vogli. Po. Ky është gjigant fare. Edhe është më I vogli. vogli. Po në univers disa djej ka. Tani këto që na bëjnë parashikimet, edhe fjala parashikim është komplet domethënë që mos u merr më. Ku e parashikoni më shoku? Ose mi teta? Si dele Omeri atje. Ku e parashikon ajo më dha? Me çfarë pa? Si parashikoj? Parashikoj. Edhe ai tjetri, Cako, unë parashikoj thot ai. Çfarë parashikon më shoku? Ku e para peti? Edhe thot lëvizën yjet është atje. Domethënë lëvizi ose planetet. Planeti lëvizi Afërdita thot, u afro më shumë me Jupiterin. Edhe doli forma e dhelprës, edhe do të thotë që do ju vinë njerëz dinak, t'ju sulmojnë mirëqenie. Ku do I vin? Se ai që është dashi për shembull, është ndryshe nga I dashi tjetër, në shlidhe ka, pse gjithë ato sa shenja 12 shenja? Po. 12 shenja. Është horoskopi kinez, ka dhe dragoj aty, ka dhe gjarpër, ka dhe iguana. Po, ndjesi të shkëpullave. Po, edhe nisin me këtë, domethënë lëvizja e yjeve tregon, po se çfarë lidhje ka lëvizja e planeteve dhe yjeve atje lart, domethënë me shkenca e vërteton, e beson, domethënë ka dhënë fakte që ekziston kjo si praktike horoskopi. Nuk ka ndikim në jetën e njerëzve, në të përditshmen tonë, që njeriu është I bërë I lirë, është me vullnet e lirë, vuan pasojat e çdo veprimi që bën. Nuk kemi të kufizuar neve nga lëvizja e ylli valla. Si pastaj I bi që kalojmë tek e shkrujtmja. Njeriu është I vendos vetë çfarë do bëj, nuk ka as shkrujtme as pa shkrujtme, as garavine. Unë bëj këtë, më sjell këtë, unë shkoj punoj, marr këtë fitim. Po mos punoj, s'do marr asgjë. Tani jo pse është e shkrujtme ose e thot yjet që ti do fitosh. Mirë, por unë kështu se do fitoj se kanë thënë yjet. Pse po te fati s'beson te fati ti? Po nuk çfarë fati, por aty janë lojra gjitha fjalë, fati rasja. Uroj fat të mbar thonë këta, domethënë, Ne nuk besojmë te fati, ne besojmë te bekimet që jep Zoti. Te fati pse nuk beson që ka fat, por kisha fat thonë ose domethënë e kishe të caktuar ti që do të ndodhte kjo, ëh? Nuk ka të caktuar dhe të paracaktuar. Ne njeriu domethënë është me shkak pasoj. Te kjo besojmë. Çfarë bën do marrësh në? Po, bëre mirë, do gjesh mirë, bëre keq, do gjesh keq. Po ka njerëz që thonë sa që ndodh diçka ore kanë bërë vetëm mirë, thonë si më ndodhi mua kjo, si kanë bërë keq kujt I ndodh diçka e keqe. Shiko, ato janë pastaj sfidat e jetës. Ne besojmë tek ndërhyrja e Zotit në jetën tonë, që vërtet I bëri një sprovat. Sprovat po, ato sprovat e kalisin njeriu, e bëjnë më të mirë, më të fortë, më të durueshëm. Di prindi I madh si punon me fëmijët e tij. Edhe ne I lejon këto sprovat. Sepse një prind I keq për shembull, siç janë shumë prindër sot, jo i quhet keq, por I quhet paditur, ja plotësojnë çdo gjë fëmis. Ai bëhet çullac pastaj. Ai bëhet grindavec, bëhet zevzek. Ai pastaj nesër kur mos ketë mbështetjen e prindërve, ai do rënohet direkt, do humbasi toruar nga këmbët. Kurse Zoti nuk të jep gjitha. Të sprovon që ti të kalitesh, të ecësh me këmbët e tuaja, që të kesh ku të qëndrosh, si të qëndrosh, të mëson. Prandaj edhe ndodh ajo që thua ti, domethënë që bën një të mirë për shembull dhe jo patjetër të vjen po e mirë. Janë sprovat që ti të fitosh durimit, të piqesh. Ku bëhet diferenca midis provës dhe asaj shkak pasojës që theti pak më parë, që ose I bë keq do të thotë keq. Dhe ku kuptohet ndarja, që ka ardhur nga Zoti apo ka ardhur nga vetja. Kjo shkak pasojë është në vit të përgjithshme. Pastaj edhe këto ndërhyrjet speciale pastaj që
ti vërtet do me thënë u nise për mirë, po të erdhi për keq, po e lejoj Zoti të ndodhi ty kjo gjë për keq në thonjza, sepse nuk lejon asnjë gjë të keqe të t'i ndodhi njeriu. Po e ndodh në mënyrë edukative, që të formohet, që ti të forcohesh në karakter. Zoti ka gjithmonë njeriu. Ai komandon gjithçka. Ai e mban gjithë universin kështu si fluc kësa punin majt gishtit e mban. Gjithë gjën e madhe, këtë që s'ka fund, kështu e mban. Ose kështu më saktë, me këtë të voglin. Alex, çfarë s'po ndodhin? Dua ta lidh pak me ka qenë madhështore protesta në Beograd. Por horoskopi se mos na iki? Ha, prap. Janë gura njerëz, ato atje lart që lëvizin që thonë që lëvizi, janë gura, siç është toka jon. Gura dhe hekra mrena, edhe llav. Ato do përcaktojnë jetën tonë tani, se ja fusim kot. Apo ai topi zjarr që quhet diell. Po, ato ndikojnë. Do për ata njerëz që i ndjekin, i lexojnë dhe i dëgjojnë, ndikojnë deri diku në ditët e tyre, në javët e tyre, edhe në jetën e tyre. Ndikojnë, Janë fiksuar. Janë të fiksuar është fjala, se nuk është se ndikojnë, asgjë nuk ndikojnë. Ata fillojnë i besojnë. Po kur i beson ndikon pastaj. Ti jeton me horoskopin, nuk Shiko, ka njerëz që nuk nisin ditën pa parë horoskopin. Nëse e shef horoskopi thotë heq keq, do kalosh keq sot, do rrin gjithë ditën në shtëpi, nuk dalësh. po bëhen keq edhe ndikojnë. Panikozen. Siç i kishte thënë ai Paranoj. Po, paranoj fiks, siç i kishte thënë njëri doktor njonit e ke 6 muaj jetën e kishte thënë. Po. Bëri qef ai 5 muaj e para, aty 5 muaj e gjys atje. Sapo do plotësosh ai 6 muaj, ra në një pesimizëm ai se unë tani do vdes, do fikem, tani pa përfundoj, do futem në dhe. U bë keq valla. Edhe vdish me vërtet. Po e kishte thënë. Po e kishte thënë doktori më. Po e kishte parashikuar doktor, kishte pa dhe horoskopin. Kuptonte? Vaj çfarë shje. Kështu çfarë është horoskopi, astrologjia, këto kafet, e pash ajo të thonë e pash filxhani, po të flasim për filxhani. Flasim për filxhani, do ta lëm për herë tjetër. Forma e lëvizja vijet e llumit aty mrena. Do ta flasim herë tjetër filxhani. Kupton ku i kanë çuar njerëzit? Për fallxhor dhe filxhanin flasim herë. Letra tarot, ato briret që dalin aty, jo po t'japi. Mirë, atë okay në rregull. Jo po lopa. Ma futi frikën. Aha. Që i kanë çdo letër apo si ato letrat e mëdha kaq është ajo. Edhe fillon i hap ajo aty ti shive se kjo ka lidhje me këtë. Ti ke qenë ke pa në një filxhon vetë që ta shohësh ke dikush, ta shohë dikush. Kur isha i paditur dikur po e bësh edhe unë këtë. Shive më tha mua, ka i plumb këtu. Ku e ke plumbin i thash unë? Ku do dali që aty mrena thash? Jo, është formuar këtu te kjo që pive ti kur e kthy mrapsht, dhe e kthym parçë dhe shive është formuar ky plumbi këtu tha. Pashun, po, edhe nga kush e bën atë plumbin? Nga po vjen. Po sjell haber tha. Po sjell i lajm mirë. Po sjell i lajm mirë. Gjarbi. Ja pas këtë i gjarë për këtu ku është, ky po futet midis çiftit thoshte. Ti delej plumbi dhe i merr. E kap me sjep aty dhe e largon, edhe nuk helmohet familja pastaj. Por do kesh edhe rrugë gjatë pastaj. Ke edhe rrugë gjatë. Pas ke edhe rrugë këtu, do vi dhe i pako thot nga një Amerika. Nga një person. Mos është Albani, si kanë. Nga Albani. Ose Albani, se talente me dy me kështu që të lëshosh ti, ta lëshosh atë, të japësh gjithë informacionin. Po, ajo është. Talema në më dyshe që po s'doli kjo, dali kjo dhe pastaj fiton besim ajo që të shkosh ta shohësh pa fixhanin. Gjeti ishte e fortë ajo. Nuk shkoj më ka tjetër. Se ajo ishte e fortë. Se si shepllum ishte skifter ai që tha ajo dhe për ne. Ishte sorr. Ishte i doli sorr asaj. Mo burr, kupton me çai lodhi njerëzit atë burr. Se e kalum çik në humor kështu, po janë qesharake, mos i besoni këtyre gjënave. Ajo kishte thënë vet kjo Meri, kjo që na konkurroi dëshë me kap në llokmën e Bigut, ajo dëshë në ai lek aty. Ajo vetë tha, këta vetë vinë më pyesin mua tha. Edhe unë ja përgjigj atyre. Qeft ken tha ajo se për pralla. Si rrshkitje saj. Se për prallisje kam imagjinat papam unë valla. Kupton se cili si rrshkitja saj që e tha këtë. Me ata ka strosh domethënë, po hap njerëz që shkojnë në dëgjojnë. Po këto e thon deri diku domethënë, ai rreshkiti, ai tha qëllimisht, ishte momenti i sinqeritetit asaj. Po të them sinqeriteti si njerëzit tani. Siç tha Edi atëherë që i tha Fevziu, to Fevzi po unë ushtar i thjesht jam apo. Ishte momenti i sinqeritetit aty. Kështu i pati edhe kjo Meri. Kush e kapi? Asnjë se kapi, vazhdon ta dëgjojnë prapë. Po këtë e kisha, si ka mundësi. Ose këto që lexojnë dorën këto. Po. Lexojnë dorën këto, shive tha, jeta e gjatë tha se mbaron kjo vija këtu, nuk mbaron këtu thoshte. Do kesh 3 gra, thot se janë 3 viza këtu. Pralla Harry Potter, mbreti i unazave budalliqe, pralla. Shime çaj mbajnë njerëzit. Do dalin akoma më të kamufluar ose më të ndërlikuara gjëra. Po si do dalin tani po vjen inteligjencë artificiale.
Po vjen zoti elektronik tani. Siç e nxori Vatikani, do shkon një trafeni i thatë prifti elektronik. Do i thoni mëkatet aty thoshte. Korrekt, ka dalë edhe kjo? Po, i rrothen aty ti që ti mos ndihesh siklet që po ja thu dikujt që është si puna jote njëri, se edhe i mëkatar është, do ja thosh kompjuterit. E do t'japi ai uratën e faljes pasaj që ndihesh ti okay me ndërgjegjen tate, kupton? Por parim valla, po ecën shkenca me hapin e kohës, ritmin e kohës. Po ecën shkenca digjitale, zoti digital, ë? Po, çdo digjitale, para digjitale që duam të sjell nga tetori. Zoti që duam. Pyesin atje. Shqipëria që duam. Është i pagabueshëm inteligjencë artificiale, thotë aty nisi me Siri në fillim, tani pastaj e quajtën Alexa, pastaj i vuni një emër tjetër. Kupton? Magji, magjistricka, orakulli, inteligjent, teknologjik. Po baron, ecën ajo. Njerëzit aty vazhdojnë ndjekin atë ritmin, atë 14, 15, 16 Pro Max, ndjekin atë, vijnë atë ecin. Alex, janë pafund të tema, ne do t'i prekim her pas here, ndoshta nga pak derisa të arrijmë që të japim aq sa duhet që edhe njerëzit ta kuptojnë atë se çka edhe po flasim. Mund të falenderoj shumë Alex, ne do të jemi ndoshta në episodin e radhës, pse jo? Patjetër, nga dëshmërinë tuaj jem, edhe të popullit, të njerëzve që na ndjekin, të atyre që na ndjekin. Që të japim informacione të shëndosha, të drejta, të sakta, pa ancime, pastër për të qenë të qartë dhe mos të keni ndikime të gabuara nga lloj rrymash. Të falenderoj shumë. Miq, ju përshëndesim, mos nguroni të na shkruani, komentoni dhe të bëni pyetjet tuaja për sa i përket temave që ju dëshironi që të prekim. Ju përshëndes.